pata një ngacmim nga rrjetet sociale dhe mora ta lexoj vetë. Thash, çfarë ka shkruar Ben Blushi? Unë jam musliman. Unë e di që Beni është ateist. Kështu që kjo ishte edhe një nga arsyet që e mora në duar dhe i thash vetes, po si ku të shoh një këndvështrim tjetër të fesë islame në sytë e një ateisti. E lexova dhe u kënaqa dhe thash të ndaj me ju atë kënaqësinë time, me një kapitull të atij që mua më duk si më ngacmuesi, mbase më analizuesi. Duhet ta kisha bërë me kohë dallimin midis muslimanëve dhe islamikëve. Ata nuk janë një të gjë. Në Arabi dhe sidomos në Mekë janë të gjithë muslimanë. Muhamedi ishte musliman. Ata që mbulojnë bukurinë e grave me burka, ata janë islamikë. Profeti ishte musliman. Ata që vrasin në emrin e tij janë islamikë. Islami është musliman. Sharia është islamike. Ali Baba po ashtu është musliman. Al-Gjuvali është musliman. Imami rrugës Kavajës është islamik. Në Arabi gruaja ime ishte muslimane, kurse në Shqipëri ajo është islamike. Dhe prandaj kam përshtypjen se jetoj me dy gratë ndryshme. Muslimanen e dua, islamiken e kam frikë. Unë i dua të gjithë muslimanët. E dua Ali Babën, të cilit i kam blerë një palë të spije që i mbajtë në duar gjatë udhëtimit. Ato kam prekën time të butë prej ateisti plastike dhe formën e gishtave të mi prej shkrimtari kokfort. Dhe kur Ali Baba t'i marrë në duar, do të ndjej vërshimin e dashurisë sime të sinqertisht, përshkroj venat. Ai është njeriu që më mësoi të dalloj një musliman nga një islamik. Muslimanët janë si dyqani e ëmbëlsirave, ku ai drejton si një profet. Kurse islamikët janë si thertorët e mishit halal në rrugën e Kavajës. Muslimanët e mirë unë gjajnë qendrë shtëpia që lëshojnë një jarë gylberi nga dashuria për njerëzit. Kurse islamikët janë disa ujq me sy të kuq, përveç depozitave ushqimore kërcënojnë edhe tepricat e kafshëve të tjera. Muslimanët përfaqësojnë një besim, kurse islamikët një ideologji. Për muslimanët islami është paqe. Për islamikët është pushtim. Aty ku muslimanët kanë zbuluar një profet, islamikët kanë gjetur një komandant. Qafirët, që muslimanët i bëjnë miq, islamikët i shpallin armiq. Muslimanët pinë, kërcejnë, bëjnë fotografi, dashurojnë, i lënë gratë të lira, qeshin, qajnë bashkë me to, shkojnë në maternitet dhe presin fëmijët nga duart e mamive, i çojnë familjet në plazh, zhvishen, notojnë, hanë mish të pjekur, hedhin parfum, blejnë dhurata dhe kur vjen dita e Bajramit, shtrojnë një drekë të bollshme dhe i ftojnë qafirët në shtëpi, pa i detyruar të heqin kucën. Islamikët nuk pinë asnjëherë. Nuk i lejojnë fëmijët të bëjnë selfie. Nuk vajnë asnjë fotografi të prindërve në mur, ndalojnë muzikën, i mbulojnë gratë, i rrahin vajzat e vogla kur lyejnë syt, bajnë mjekra të ndryshme gjerë gjoks, presin mustaqet bashkë me pantallonat. Nuk e çojnë familjen kurrë në det dhe quajnë haram çdo gjë të bukur që ka krijuar natyra njerëzore. Që nga vallëzimi, te kinemaja, piktura, dhe dashuria e lirë e vajzave dhe djemve. Kur arrita në Tiranë, islamikët po më prisnin. Gjatë gjithë natës ushtria e tyre kishte sulmuar Facebookun tim duke më mallkuar me disa breza. Gjyshi dhe baba im ishin pushkatuar si komunistët devotshëm, por gruaja ime parë nuk i kishte shtotuar shenjesër së tyre vulgare. Aty kuptova
se islamikët kanë disa pika të dobta. Nuk kanë shumë informacion. Ndoshta ata besojnë se informacioni i detajuar për qafirët nuk u duhet. Qafirët mbeten qafirë edhe kur martohen, edhe kur ndahen, edhe kur shkojnë në spital. I vetmi informacion i vlefshëm për jetën e një qafiri është dita e tij e vdekjes. Një qafir i mirë është një qafir i vdekur.